Jasmon. Zdrygashi, po sheni gatishmërinë i farforme nga partitë politike, por edhe entuziazëm për të zgjedhur dhe për të gjetur një emër i pëlqyeshëm nga gjitha palët. Po, atë që zoti Jashari e tha, sigurisht që ka drejt dhe unë besoj që nuk do të kemi president fare, do të kemi presidente dhe do të jetë e njëjta që kemi deri më tani, do të jetë Vjosa Osmani. Dhe për këtë arsye Albin Kurti në cilësinë e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje është duke i takuar të gjithë udhëhecit apo kryetarët e partive politike shqiptare, i ka takuar LDK-n, PDK-n dhe tash është faktikisht duke i takuar dhe deputet në mënyrë individuale dhe që ashtu si që përmend edhe ju Fjolla, ajo është duke tentu që në momentin kur vije koha, do thotë që në sallën e Parlamentit Republikës Kosovës, të vije radha për të votuar për Vjosa Osmanin, që të kemi jo vetëm 80 deputet, ti po e thushtë për Vjosa Osmanin, ai nuk ka vonë emër dhe i stash. Edhe Vjosa Osmani dhe Albin Kurti sot për sot nuk janë bashkë, me cilën jeti? A me Albinin a me Vjosën, se jem pak ngatru. Deri sot e ke dash dytë, po sot ka. Pati mu deri tash do të themi kështu prej zgjedhjeve të 22 dhetorit që kam përmend herë Albin Kurtin. Besoj që jo. A je prish me ta shka? Jo, si jam prish me ta, po nuk është koha tash me fol për Albin Kurtin, se ai kryeministër edhe është qeveria Kurti 3. Po tash ai ka votat, pa votat, Albin Kurti nuk vuat presidenti, s'do të loshe. Vjosa Osmani. Dhe për këtë arsye po them që është duke i siguruar, do të duke tentu që të sigurohen numri që duhet jetë mbi 80 deputet, për shkak që mos vije fati i vendit, i shtetit, i Kosovës, përveç se i presidentes, që tjetë për shembull një deputet apo dy që të mungojnë. Dhe kjo është arsyeja, do thotë që është duke bisedu me gjitha partitë politike dhe që duhet sigurohet numri, ndoshta deri numrin 85 apo më tepër, për këtë arsye është duke bisedu me gjithë që të kemi një numër që mos të dështojmë. Po Zdrygashi, besoni se dhe brenda lëvizjes vetëvendosje, pra grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, ku përfshihet edhe Guxha, ka individ, ka deputet të cilët nuk e japin votën për Osmanin? Jo, ata kanë ngaruar faktikisht bashkarisht edhe me Guxha, me Alternativet dhe me Partinë Shqiptare Demokraciane. Dhe kur ti garon bashkarisht, sigurisht që janë qëllimet që gjitha institucionet formohen dhe të dalin përveç atyre që kanë dalë prej zgjedhjeve të 28 dhetorit, atërej bie që krejt kjo faktikisht çfarë kemi përjetu, për më tepër se një vet bie në ujë, sepse nëse ne nuk arrijmë në mënyrë hipotetike, po them, që të kemi përsëri presidente, unë po e lëm mundësinë edhe për president, po veçsa për me thonë se 100% ka me qenë Vjosa Osmani, atërej bie që gjithaj mundim, gjithë ato votime që kemi pas, sa herë është përsëri 3 herë, po më duket që kemi pas votime në kuadër të votime të përgjithshme, pa mi heq ato lokale, bie që qytetarët po lodhen, kuptimin që institucionet nuk po krijojnë kredibilitet për mi shku gjitha punëve deri në fund dhe që institucionet janë për ne. Dhe duhet ta dim që secili deputet i Parlamentit Republikës Kosovës ai paguhet edhe mi parashiku situatat përveç që e ka obligim kushtetues dhe ligjor që të jetë spaku në 3 raste. Duhet të gjithë deputet që të jenë në momentin kur zgjidhet kryetari i Parlamentit Republikës Kosovës, kur zgjidhet kryeministri i Republikës Kosovës dhe kur kemi datën apo kohën kur zgjidhet presidenti apo presidentja e Republikës Kosovës. Po e përsëris edhe një herë, ata paguhen mi parashiku situatat sepse këtu është puna tyre. Dhe nëse ne ata i quajmë si përfaqësues të popullit, ata besoj që nuk duhet të punojnë kundërshtim me vullnetin e popullit dhe kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të shtetit Kosovës. Për këtë arsye po them, ne kemi vetëm një alternativë deri më tani dhe nuk besoj që do të kemi kandidat tjetër përveç Vjosa Osmanit. Sigurisht që nëse lejon, ne kemi pa faktikisht aspektet mediale, do thotë që ka persona të caktuar që kanë fol për vetveten, mirë po deri më tani nuk kam pa që dikush diken e ka propozu, përveç që do të vije dita kur sigurohen numri i mjaftueshëm për Vjosa Osmanin, do të jetë vetëm një emër në kuvendin e Parlamentit Republikës Kosovës, do të jetë Vjosa Osmani, po për me ditë këta, sigurisht që është obligim kushtetues që të ketë edhe një kundërkandidat, siç ka qenë edhe në vitin 2021, do thotë që të kemi spaku 2 kandidat në sallën e Parlamentit Republikës Kosovës dhe kjo faktikisht këto mundime që i kemi pas brenda një viti do të përfundojnë tërësisht, do të kemi një qeveri Kurti 3 stabile për shkak të numrave që i ka lëvizja vetëvendosje dhe do të kemi presidenten Vjosa Osmani për 5 vitet e ardhshme. Jashari, besoni se Osmani do të ketë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje nëse i analizojmë edhe